Ne këtu duhem një gjë, po revolucion, 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 revolucion. Le të vazhdojmë me hitin e kësaj vere si që ndihet ndërkombëtarisht. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Si që është bërë zakon në këtë protestë, do të vazhdojmë me himnin tonë kombëtar. Duke qenë se deklarata e djeshme trombi shumë njerëz, ndërkohë dhe kryeministrin që u mor personalisht me disa prej nesh, do e bëjmë të uzës që ta lexojmë çdo ditë dhe t'ia kujtojmë atij pse jemi për 24 ditë shesh. Kjo deklarat publike sqaron edhe njerë protestuesit, gjithë bashkomasit tanë, qoftë ata që janë këtu fizikisht e ata që janë larg nesh. Por ne e dim se ata na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë një dorëheqjen e pa negociueshme të kryeministrit dhe gjithë qeverisë. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partijake për jo më pak se 12 muaj.
Sigurisht që kërkojmë edhe ndryshime kushtetuese, si dhe miratimin e tyre me referendum. Këto ndryshime kushtetuese përfshin ndryshimin e kodit zgjedhor që ka marrë peng të vend prej 2008-s. Ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike, sepse përmes këtij ligji paratë e krimit dhe drogës financojnë për parti politike dhe na marrin peng neve. Kufizimin e ushtrimit të detyrës për kryeministrin, as që kryeministër nuk mund të rri më shumë se 2 vite mbush 2 mandate në pushtet. Sigurisht, paralelisht me këto, nuk harrojmë kërkesat që janë këtu prej fillimi. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimi kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e madheve. Dhe shfuqizimin e statusit të kuadrit ligjor të investitorit strategjik që na ka marrë gjitha tokat. Dhe të jetë kjo kontrata e re sociale me qytetarëve dhe shtetit. Gjithçka që do të vinë, do të përpilohet pas bashkëbisedimit dhe diskutimit me çdo qytetar këtë shesh. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në zgjedhjen e kryeministrit. Faleminderit. Rama jepë dorëheqje. Rama jepë dorëheqje. Që gjatë jeta të gjitha. Jam shumë e lumtur që sot jam midis jush dhe që sot jemi kaq të bashkuar dhe më të bashkuar se kurrë. Së pari doja të theksoja diçka. Të gjithë ne këtu që jemi në shesh, nuk jemi për asnjë parti politike, nuk jemi kundër asnjë shteti, dhe nuk jemi as për përkraje dhe për as kundërshti të ndonjë nuk jemi as për përkraje dhe kundërshti fetare. Kërkoj ndjes se kam goxha emocione. Kultura na ka treguar se jemi tolerant ndaj feve. Jemi mësuar ta duam njëri tjetrin kështu siç jemi. Dhe sot, më shumë se kurrë shohim që për të drejtën e përbashkët jemi bashkë, pa asnjë kusht dhe pa asnjë kriter. Sot këtu në shesh na bashkojnë shumë gjëra. Këtu në shesh jemi për vendin ton, jemi për ateon ton, jemi për njëri tjetrin dhe për ata që nuk janë këtu dhe që i presim që të vinë. Jemi për të ardhmen ton që meritojmë. E nëse do ju përmendja një fjalë më mëdhe, çfarë ndjeni? Se unë për veten time, përveç se dashuri, ndjej një mëm që i ka fëmijët e saj larg. Ndjej një mëm që vuan. Ktheuni bijtë e saj. Ktheuni në adheun tuaj. Pavarësisht si pa përgatitur, ne bashk, të gjithë bashk do ta gjejmë dhe do ta arrijmë atë që duam. Është koha të lidhemi bashk, vetëm ashtu mund të arrijmë diçka, o sot o kurrë. Në të kundërt e ardhmen na tregon rrugën e largimit. Mos ta lëmë modheun ton. Le të shndrojmë bashk. Do ja dalim. Rama Hamburg, Berisha Hamburg.
Tani do të flas Denisa Kasa, një aktiviste mjedisore. Faleminderit për fjalën. Unë doja që të rikthehem amendamentit 17 të kaluar nga Parlamenti Evropian javën e kaluar në Strasburg. Sepse gjatë javës të kaluar edhe këtë javë është ndërmarrë një fushat e tërë dezinformimi për çka ky amendament përfaqëson. Kështu që do ta lexoj shprehimisht të përkthyer në shqip. Shpreh shqetësim serioz që zhvillimet në vazhdim brenda zonës së mbrojtur të Vjosnartës demonstrojnë pasoja praktike të këtyre ndryshimeve legjislative dhe rreziqe që rezultojnë për zonat me vlerë ekologjike të njohur. Ndjek nga afër protestat masive paqësore që janë duke u vazhduar në këtë drejtim dhe më e rëndësishmja u bën thirrje autoriteteve shqiptare që menjëherë të vendosin një moratorium mbi të gjitha procedurat e reja të dhënies së lejeve, punimet ndërtimore dhe ndërhyrjet zhvillimore brenda zonave të mbrojtura derisa dispozitat e papajtueshme të ligjit të amenduar për zonat e mbrojtura të jenë shkuqizuar, bazuar në një kërkesë të kahershme nga Komisioni dhe Parlamenti dhe në përputhje me standardet përmbyllëse të kapitullit 27. Kjo kërkohet, ajo që ka ndodhur gjithashtu është që është thënë që çdo gjë do të bëhet duke marrë parasysh studimet mbi efektet mjedisore që do ketë ky projekt, ndërkohë që është shumë e rëndësishme që ne të rikujtohemi që në fund të prillit dhe në fillim të majit, ndërtimet në zonën e mbrojtur Pish-Poronart kanë filluar. Shumë shpejt aty është ndërtuar një rrugë, shumë shpejt aty u bë gardi dhe ne e mbajmë mend shumë mirë rastin e dhunës të ushtruar nga private security mbi një qytetar që ishte duke protestuar në Zvërnec atë ditë. Kështu që duhet të vazhdojmë presionin mbi qeverinë për anullimin e ligjit 21/2024 dhe gjithashtu presionin mbi institucionet europiane për po të njëjtën arsye. Në të njëjtën kohë, diçka me shumë rëndësi që ka ndodhur javën e kaluar është që gazeta investigative Follow the Money në Holland ka publikuar një artikull për të ndjekur rrjedhat financiare të kompanive të përfshira në rastin e Zvërnecit dhe nga ky artikull pastaj në Parlamentin holandez po ngrihen pyetje mbi këto kompani guask të përfshira në rastin e Zvërnecit. Disa nga pyetjet lidhen dhe me mundësinë e bashkëpunimit me instancat antikorrupsion në Shqipëri për të zbardhur emrat e përfshirë në këtë çështje, për shkak se në këto kompani guask, disa nga ato që kanë ekuitet në këto kompani kanë më pak se sa 25% dhe kështu nuk janë të detyruar të tregojnë emrat. Kështu që dhe kjo është diçka për cilën ne duhet vazhdimisht ta monitorojmë, vazhdimisht të flasim dhe të ngrenë zërin. Shumë faleminderit. Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Edhe tani do flasim një qytetare me emrin Ilvana. La pani të stërën për më ka likur. Shqipëria nuk është në Shqipëria, Shqipëria është jona. Dhe nëse ju e besoni këtë, ju lutem, nëse vërtet e besoni, ju mund të protestoni deri në fund 24/7 tek sheshi, gjithmonë me ndërime.
ashtu si që kam bërë unë, nënë e 12 vetëm, dhe ju presim që të jeni aty të falë të më bëni një dhëri. Shumë faleminderit. Rama kur Berisha bur, Rama kur Berisha bur, Rama kur Berisha bur, Rama kur Berisha bur. Rama bur Berisha bur, Rama bur Berisha bur. Pas 24 ditësh, ne kemi më entuziastë se ditën e parë. Ne jemi më vendosur se ditën e parë. Sigurisht, edhe kryeministri është shumë më i dobët se ditën e parë. E përrëdoj, edhe ne jemi më të fortë se ditën e parë. Ne do t'jemi këtu, derisa ai mos jetë më këtu. Kjo protest ka bashkuar qytetarë cilët nuk ndajnë të njëjtat bindje politike, nuk ndajnë të njëjtat fe, përgatësi fetare, nuk ndajnë gjithat qëni, nuk ndajnë gjithat vendime, ama janë gjithë bashkë kundër këtij kryeministri. Ky kryeministër ka shkatruar gjithçka në këtë vend, secili segment shoqëror duhet ngrihet përballë tij. Këtu kam kënaqësinë të ftoj një qytetar i cili deri para sa kohësh ishte aktivist i një partije, po këtu ka ardhur si qytetar i lirë dhe i ka qëndruar më mbrapa Tiranës. E ka detyruar Tiranën që të merret personalisht për to. Dhe këtu vjen pandjar përballë tij përsëri. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Erlistina, ai i cili e Tirana më gjua sot të mëngjes dhe tentoj të bëj miku im. Por përgjigjen që ja dhash aty për ajo dhe këtu përpara vëllezërve dhe motave të mia. Unë nuk jem miku i Tiranës sepse i Tirana ka traktuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj, e Tirana, unë nuk jam si ti, dhe ti nuk mund të qash hallet e mia sepse ti je shkaktari i tyre. Shikoj me vëmendje këtë shes. 24 ditë je munduar të na përçash, je munduar të na bësh agent iranian, grek, serb, por nuk ja ke dalë. Ja, je munduar të na etiketosh, ky është i Partisë Demokratike, ky është i çamve, ky është i grekëve. Ne jemi të gjithë shqiptarë, vetëm partinë tonë dhe të Taulantit, partia është më e madhe se Shqipëria. Për ne Shqipëria është e para. Ndaj, sot kam ardhur me një pankart, kur ndryshe nga fistia e paraqite, unë jam me të shes gjithë plot, dhe përpara kryeministrisë bie ju unë vetëm. Dhe kështu i vetëm, do të largosh nga Elstrë dhe do të shkosh në Purp. Ti do t'japësh llogari për të gjitha qintarkat që ju ke vjedhur shqiptarëve. Ndaj kam një thirrje zemre për të gjithë. Bëni bashkë, lërni përkatësitë partijake, lërni përkatësitë fetare. Sot ka ardhur dita të largojmë Tiranën nga pushteti. Korrentje! 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 Dhe në fund për t'i treguar i Tiranës se ne nuk jemi si ai. Ai i tha shqiptarëve fuck you. Ne kemi vetëm një përgjigje për të. Roma jepe dorëçen. Roma jepe dorëçen. Roma jepe dorëçen. Roma jepe dorëçen. Ju dua shumë t'jithve. Vazhdojmë Rama jepe dorëçen. Rama jepe dorëçen.
Merë dhe pallukun me vete, merë dhe pallukun me vete. Tani do të vinë vërtimtar nga Italia, I cili është dhe poet dhe është Shevqet Jeshkuri. Mirë brëma të pranishëm shqiptarë në tokën dhe dheu tonë. Unë që uë Shevqet Jeshkuri nga Mataneshit I kur vendin Latisë I Krenaris, sot vendi pushtuar se e gjithë Shqipëria nga dy banda kriminale që në vitin 90, banda kriminale Sali Berishës dhe banda kriminale sot që sundon në Shqipëri e Edi Ramos. Jam këtu për shprehur mirënjohjen për rinin e shqiptarisë. Unë e shoh rinin e shqiptarisë, e në krye Luciano Kokën dhe Dritan Goxhën bashkë me to. Shpresoj që Shqipëria do të riqojë dhe të akuzojë. Se është praurit. Trupi Lenos Kuajgjak I kanë hyrë kisha në këna. I e dhja të shqipës na. Trupi Lenos Kuajgjak I kanë hyrë kisha në këna. I e dhja të shqipës na. Trupe vena, qëfar gjaku keni. Ty Skënderbeu dhe Mjeshari, pasi Naci atë një ustemi. Nëse duhet jetë njërzore, I det një rjetë dhe, me në tjerë prishat prej konakur. Në këtë letër të parë si zemra atetarve, shkruan pena ime, shemët e traftarve, fujtjet e mjerimet, krimet e barbarve, shkruan historia me gjakun e shqiptarve. Të mrema dhe unë të prajnjërin që të të pështuar, Miljarë e lënderim, miljarë e lënderim. Nuk e di a keni vënë, po pas s'ka sulmi nga Edi Rama, këtu shtojnë 1000 vetë. Edhe në të shonë që ndodhë për shumë, rejnë jepe të reqe. Mirëmbrëma të gjithë. Jemi në kushtet kur kërkojmë prej shumë ditës që Rama të japi dorëheqjen. Por jemi në kushtet që ne kemi fuqi si protest ta hedhim Ramën. Ose presim që ai të japi dorëheqjen. Cilat janë kushtet që ta hedhim ne kemi fuqi si protest ta hedhim Ramën. Ne jemi në kushtet kur jemi të një referendumi të pashkruar, po mund ta kthejmë në një referendum të shkruar. Kemi fuqi që kërkesat tona t'i kalojmë në KQZ-n për ndryshime kushtetuese, për një referendum të shkruar, për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa, e gjithë Amerika, Europa nuk ka mandate të pakufizuara. Askush nuk mund të qëndrojë më shumë se sa 2 mandate. Ne mund të realizojnë këtë me referendum. Askush nuk mund të marrë vendime në kurisë të shqiptarëve I vetëm, për pika strategjike, aeroporte, zona të mbrojtura. Ai vetëm ka marrë vendime në kurisë të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Atëherë duhet me vendim me ndryshime kushtetuese, askush nuk marrë vetëm nëpërmjet referendumit. Gangrena shqiptare ka qenë thjedhja e votës. Si mund ta shmangim veprimin e votës? Duke shkuar të gjithë së bashku në një votim 100%, siç e ka Anglia, siç e ka Greqia dhe shumë vende të tjera të Europës. Në këtë mënyrë, duke bërë ndryshime kushtetuese nëpërmjet referendumit, atëherë kemi mundësi ta kthejmë Shqipërinë si gjithë Europa në sistem demokratik. Ju falenderoj. Referendum! Referendum! Revolución! Revolución!
Përshëndetje gjithëve, unë më shumë kam një njoftim, pasi qëndrështarët këto të protestës dolën me disa pika politike kundrejt autokratit. Këto kene marrë shumë mesazhe nga diaspora dhe me dalën 4 korrik. E gjithë diaspora do vi këtu në mbështetje tuaj, që të pika të organizohen. Me 4 korrik, e gjithë diaspora do jenë këtu. Jo pa në tërë. Diaspora është me ne! Diaspora është me ne! Përshëndetje shqiptare, përshëndetje që ishi më i bukur në botë. Atëri ta fillojmë një nga ato parudha që na pëlqen fort. Dorë heqe! Dorë heqe! Dorë heqe! Dorë heqe! Dorë heqe! Një parudhë tjetër shumë e bukur është Edi Rama ka marru, ka marru, ka marru. Edi Rama ka marru, ka marru, ka marru. Edi Rama ka marru, ka marru, ka marru. Edi Rama ka marru, ka marru. Në deklarantën që bëri grupi koordinuesi protestës, Raman kur Berisha kur, Raman kur Berisha kur, Raman kur Berisha kur, Raman kur Berisha kur. Në deklarantën që u bë nga grupi koordinues për disa ligje, të cilat duhet të rishikohen, si ai 21-24, apo ligji për trashëgiminë kulturore, i cili ka marrë Butrintin, Durrësin e të tjerë, ligji për ndryshimet në ligjin e zonave të mbrojtura, i cili po merr gjithë zonat e mbrojtura të Shqipërisë. Është një ligj akoma dhe më i tmerrshëm që pranë parlamentit shqiptar po kalon këto ditë. Ka kaluar në komisionet dhe pritet të kalojë në parlament. Ky ligj e ka emrin, është projekt ligj për momentin, për kalimin në pronësi të tokës bujqësore personave fizik dhe juridik të huaj. Ky është një ligj i tmerrshëm. Në qoftë se ky ligj kalon, Shqipëria nuk është më e shqiptarëve. Ne jemi këtu për t'i treguar, për t'i thënë parlamentarëve shqiptarë, ktheuni në nivelin e këtij sheshi dhe mos kaloni asnjë ligj që është në dëm të shqiptarëve. Ndryshe do t'ju mbuloj turpi. Ndaj ne do t'i themi parlamentarëve shqiptar, ndaloni çdo procedurë, çdo projekt ligj në shkelje të drejtave të pronave të shqiptarëve. Dhe mua më pëlqen ta themi së bashku, boll është boll, boll është boll, boll është boll, boll është boll. Dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe. Ros Shqipëria, poshtë diktatura. Dorë heqe! Dorë heqe! Si thamë fillim, ne dalin se as 5 ditë nuk rrinë dhe ikim prapë në shtëpi. Kur kaloj javë parë, falhajt se fillon kontrolli, nuk vinë me këta. Para ca ditësh na po ikim Francë na dhe kur t'vi nuk i qenë më aty. Ne sot jemi më shumë. Do jemi për ditë këtu. Jemi vendosur, jemi gjithë bashkë. Rama jepe dorëheqe! Rama jepe dorëheqe! Rama jepe dorëheqe! Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Rama
rini e bukur që keni zgjuar këtë bulevard. Unë jam me Mecën Murati, minatori vjetër i Nëntokës. Vetë, sot kemi qenë në sindikatat, kemi sensibilizu, do me thonë dhe kemi kërku të rejshën e qeverisë, sensibilizojmë me protestën e rinisë. Tani do të thonë për vjallë. Ndaj minatorëve është një diskriminim i rëndë. Çdo punëtor në Nëntokë që ka mbush vitet qoftë për fund dhe për mosh, merr një pension qesharat, i cili ka bërë një jetë dhe punë shumë të rëndë në jetën e tij, kur hyn dhe brenda nuk dia ditë i gjallë. Pra, puna është e pavlerësuar. Zonja Balluku, ke vjedh sa s'ka më. Ku janë fajët e tuja? Ku i ke shumë fajët e popullit? Tu i ka këtheni pensionet të mbushni për mbushit e tyre, për të pensioniste pakat. Jam nga mati dhe jam veti 4 vlla që kemi bërë 100 vite punë në Tokë. Dhe sot kemi diskriminuar, nuk morim as të 1000 euro të 4 bashkë. Pra, që është donaria që duhet japi Edi Rama. Pjesa e rëndi, pjesa Liberishës. I besum në 90-ën, i dhënë gjithësimin, mbështetje, për të ndryshu. Ata i shtun, e rafshun, pasurit, minjerat, malet, fushat, pyret, fabrikat, dhe i shun për adres, nuk tjetë se ku jam. Dhe duhet t'japim llogari. Ndaj thirrja, Rama Kur Berisha punë! Kur Berisha punë! Rama Kur Berisha punë! Rama Kur Berisha punë! I bajthirje, gjithë minatorëve që jetojnë, fëmijëve tyre, familjarëve, fëmijëve mesave, të mbushin sheshin për të rëzoki qeverit e korruptuar e cila nga ka futur në qeba. Kemi punu në për vepra, thoni e ndërhoqja vepra. I jo zotri, unë në kohën e rinis kur ju jeni sot ne kemi qenë atëre. Kemi shku dhe kemi punu pa asnjë shpërblim. Dhe me thamë, dhe nga një muaj me nga ty, kemi bërë shëtimet të grushme, kemi bërë punë të grushme, e u bërë pa pagesë. Dhe ato janë veprat tona. I mori Sali Berisha pas faqinës vetë. E di amë punë, Sali Berisha punë. Ajo. Rama Kur Berisha punë. Rama Kur Berisha punë. Rama Kur Berisha punë. Tani, do të kaloj të pjesa e pronave për cilat këto kanë zatu projektit, malen, fushat, tjetër në maleve e gjitha. Unë që flas këtu nuk jam pronar, por bashkëtorja ime është pronare dhe ka 22 ditë në Kardin Kavaj, nuk është trajtuar me ligjin 7500. Këtë e them se që e kam me fakte dhe tu ta dëgjoj këtë një gjikë. A kupton? Sepse atje nuk e janë të hyrë, se janë oligarkët e tyre, prandaj ftoj të gjithë pronarët të bëhen bashkë në protestë rinin për të rëzuar qeverinë. Dhe qeveria e anshme që të vendosën nga qeverin duhet kapi llogari për çdo gjë, duhet bëjmë për sipër këtë situatë të rëndë që kalon vendi. Prandaj po i thari, thirrje Edi Rama së largon sa më parë, mos krijë incidente, sepse ti je i larguar pa një pa dy. E këtë kohë, jetë zgjatja jote është kapim shkapim, por ti nuk do ma përshikun. A kupton, dhe qeveria nuk do të lejoj. Këta nuk janë mercenar, janë revolucionar. Dhe do të lutojmë. Kam besimin e plot, jemi që nga ditë e parë, në për 96, unë e shoh, ne do vendosu shqipësit, publikun, prandaj ju gjithë të pas, përndej që në të klasë, dhe ullë në mbështetjet juaj, shtrejtë, bashkë në karduni, minator, pronar, ishpronar, që të dali këtë protest për fitur drejtën e tyre. Për të gjithë mirë. Respekt e të gjithë. Thank you.
vi nga qyteti i Shijahut dhe i përshëndes gjithë patriotët e mi këtu në mesin tonë. Mbas gjimnazit ndoli e drejta studimit për në Amerikë me 100% bursë, por vendosa që të mos shkoj dhe të qëndroj këtu në vendin tim. Por gjithashtu i premtova vetes që nuk do të bëhem pishman për një zgjedhje të tillë. E në fakt, tani vite më vonë, shqiptarët po më tregojnë që ka ende shpresë. Ashtu si që zemra në ndjente, syt po e shohin që ka në mesin ton burra trima e grasë pa trëmbur që i vlen gjaku për Shqipërinë tonë. Ka ardhur koha që këto plak të ndërmarra të thellën ndër vite të shërohen e autorët gjakatar të paguajnë një herë mirë. Le të bie zemërimi i shqiptarëve për mbi kryet të zuzarve, e le të t'kuren nga frika, ashtu si ati që i duke vetja si zot ati kryeministri, po zvoglohet i gjithë i trëmbur. Ka ardhur koha që vitë Shqipërisë të mblidhe në sheshe të bëhen të gjithë një mendje. Ka ardhur koha për një lëvizje mbarkombëtare që nis tani dhe përfundon me rrëzimin e gjithë klasës së vjetër politike. E ta dish Rama, a i koltuku ku ke hyrë duke hequr nderën zvarë, ashtë tre kënd si që përdita, varet kombi në litar. E zotrote, ka përdise, ti që bëre pande, kundër burit të vërtet, zë e fjell e zë e le. Rok mi kujt i rau, që përdita los dhe qesh, të gradoj 4 shkallë pse i the 2 fjalë në vesh. Koha drivet e përdrivet, ka ardita që të zgjidhet, dhe nga trasta, pelegaj për të e mos që jashtë do t'hidhet. Koha drivet e përdrivet prej gradimit 4 shkallë, nuk do t'mbetet gjë në dorë Rama, vetë se vule zez në balë, ja grushti do të blerë për mbi kryet të zuzarve. Koha, ashte maskarenjve, por adheju i shqiptarve. Faleminderit, prandaj shkoru nga ky vend, sepse kjo është një popull që e don kombin e tij. Ti bashkë me ata, të gjithë komunistat e tjerë. Rama në burg, Berisha në burg. Faleminderit. Dhe si që ta dhe vajzat, ne do ta bëjmë një Shqipëri të re dhe do ja tregojmë kësaj qeverie që ky vend ka akoma njerëz që e duan me shpirt dhe me zemër. Revolucion! 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 Përshëndetje të gjithëve protestues që po protestojnë për çdo natë. Ju përshëndes gjithë përsëmërisht. Për një qeveri të re jena shumë vonë, po prapë nuk jena vonë ne, se ne do ta trojmë këtë lloj qeverie dhe Edi Rama dhe Sali Berisha duhet përgjigjen para spakut, edhe gjithë Ramës duhet shparin nga ky vend. A di që urrëtia është me popullin shqiptar që po i thot Tiranës. Me ujë pishën, me çmime, me naf, me legalizime, me rrugica thike anë mbon ke përdura. A di që urrëti qajmë ne, tu sët, me njëri tjetër në shoqërinë tonë. Shiko se lidhen e vogël këtë përdura, që qajnë fëmijë në shkollë. Po maskara, po të legjit. Atëra di që urrëti qajmë ne këtu ti për ditë. Ne, zotja dhe zotëri, hodrët dhe të letër. Kjo qeveri do dhrat me një qeveri teknike sa më parë. Edhe karburanti duhet ullet, ujtin e pishëm, i baj thirrje, ujësel si duke test të misë mame. Kam ba kërkes her pas herë dhe nuk kam ujt pishëm familje. Shkaj me makinë me bërdo bagajsh. Shkajnë me makinë me bërdo bagajsh personale për sigurua ujt, se nuk ashtë ujt pishëm. Nga 100% a 25% ujt pishëm. Dhe nuk ashtë ujt pishëm. Unë jam teknik hidraulik që po punoj në Tiranë. Kam kriju familje dhe kam vendosur që të toj këtu në Tiranë me familjen time dhe të shërbej familjen time, se kam qenë 13 vjet në emigrim, dhe jam kthyer.
Po këtu nuk përgjem një rahat shpirtëror, shëndetësor, ilaqet e gjithë shka, tu është i korupcion. Shkoni ke spitali ke Isenishi, tu prit në radhë ka 2-3 orë. Se nuk ka shërbim shëndetësor fare. Shikoni rrugët si janë në Selit Vogël, Mistomami gjithë. Ke Deliogji rrugën për Laprak. Duhet presim 200 metra më ardhi kundra lajtje që t'japi rrugën një tjetra tjetrit. Për që nuk ka qeveria jonë të japi një të shpërbim ati familjari që ka bërë rrugën atë shpin në cep të rrugës. Dhe ta të shpërbjen dhe t'i japi hyrje qeveria shqiptare. Unë bëj dhe i thirrje tjetër për ujëselsi nuk të tështë. Që të mori masa për rrugën Junis Rama që janë qitë familjar pa ujtpishëm. I bëj thirrje kësaj qeverie për ato që u ka prish gjithë shpijat ke 5 maj. Sa familjar janë pa shpija, janë me qera. Se ju fute padrome pa të më shpërbly, si me legalizim, si pa legalizim. Ata janë njerëzit tanë, janë familjar tanë. Atere, pritër medit, në kombinat nuk kestër hu familjar në dajtër medit. Kam nusën e qas muse, nuk ja ka dhënë të shpërblimin zonja e bashkis në kombinat, zonja dhe zëtrin. Tu, për një qeveri të re, nuk jena shumë bon. Unë përshëndes të gjithë protestus, masivisht, dhe nuk do të ishemi në asni natë, asni sekund, për te, ka si unë qithë shmimet që i ka vunit të në fytë poplë shqiptarë. A di që arrejtja është në poplën tonë. A di, bashkon dik market ose një market të tjeshtë. Për një ditë qka mërë me ble punësimin familjarë. Sa më shpër, Berisha-Mburg ka shumë pak. Do e dalin para spakut. Dhe Europa du të mori masa për këta harra si ka vunit ta në fytë poplë shqiptarë. Do e shpërë një orë më para. Përshëndet gjithë. Hetëm Ramën! Pra edhe i thire për spakun. Hetëm Ramën! Hetëm Ramën! Përshëndetje gjithëve. Unë quhem Agreta Faj. Kam qenë ish student protestues në protestën studentore të 2018-ës. Kam bërë masterin në Cambridge, në Londër. Kam punuar në Londër dhe jam kthyer në Shqipëri. Tani unë kam një pyetje. Më bën kjo mua agent britanik? Sa njerëz, sa shqiptarë të diasporës, sa mbëndje brillante shqiptarësh kam njohur unë, jo vetëm në Londër, por edhe jashtë Londrës, në Gjermani, në Amerikë, në Francë, në Spanjë, në Itali. A i bën kjo agent shqiptarët të këtyre shteteve? Tani ne duhet kuptojmë diçka. Zoti kryeministër Edi Rama ka makinerin perfekte. Makinerin e Baltës, makinerin e shpivjes, që a hedh kujto topin e Baltës kudo që tjetë, si do që tjetë. Por ama ka një problem të vetëm, që e vërteta, në fakt, a i ka arruar, ku ndoshta ka reminiscencat komunizmit, por a i ka arruar që e vërteta është vetëm vendimi gjykatave. Tani, të vërtetën në fakt e kemi ne këtu, sepse vendime gjykatash ne kemi për ministra, kemi vendime gjykatash për zëvendës kryeministra, kemi vendime gjykatash për drejtor, kemi vendime gjykatash për deputet, për kryetar bashkie. Dhe çfarë po bëjnë ne jemi këtu pikërisht për ato që ende nuk ka vendime gjykatash, por që ne duam që të vinë ato vendime gjykatash. Prandaj thirrja para imja sot është Rama Burg Berisha-Mburg! Rama Burg Berisha-Mburg! Rama Burg Berisha-Mburg! Tani, ka dhe diçka tjetër. Neve nuk duhet të harrojmë që historia jonë nuk ka qenë gjithmonë kaq e keqe. Në fakt, Partia Socialiste ka njerëz dhe ka pasur njerëz gjithmonë të ndershëm. Por ama ka qenë rilindja kjo klasë e keqe me gjithë ministrat e tyre që i ka zhdukur, i ka shkatruar edhe ato që kanë pasur pak besim. E njëjta gjë ndodh edhe me Partinë Demokratike, edhe me njerëz që besojnë te vlerat,
besojnë te familja, besojnë te prona, por ama njerëzit të cilët kanë beshuar berishizmin, ato e kanë shkatruar Partinë Demokratike. Por ama këtu jemi jo për këtë, jo për të shkatruar, jo për të përçarë, jo për të bërë atë që bën kryeministri, gjigje publike, që ama e ka akoma, siç thash, reminiscenca të komunizmit. Jo, ne kemi të vërtetën këtu. Ne kemi të vërtetën tonë dhe kjo është e vërteta popullore. Dhe kjo është ajo që sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ne 2.2, ne sot po bëjmë këtu sovranitetin popullor. Ne jemi përfaqësues të drejtë për drejtë të sovranitetin popullor. Prandaj unë, si student protestues, dua të përshëndes deklaratën e djeshme të organizatorëve dhe dua t'ju bëj një pyetje të gjithëve, jo një pyetje për disa pyetje. A jemi të gjithë këtu bashkë për ndoheqjen e panegociueshme të kryeministrit Edi Rama? A jemi të gjithë këtu bashkë për krijimin e një qeverie tranzitore? A jemi të gjithë këtu bashkë për ndryshimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë? Në mënyrë që ne të jemi më të përfaqësuar? A jemi të gjithë për anullimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura? Për shfuqësimin e paketës së njohur si paketa e maleve? E për shfuqësimin e ligjit për investime strategjike? A jemi të gjithë për krijimin e një kontrate sociale, ku secili nga ne këtu të jetë i përfaqësuar, të jetë dinjitos, në punë, në familje, kudo që të jetë? Edhe një herë pra, nuk duhet të harrojmë dhe duhet të jemi qëndrështar, sepse ne në fakt të gjithë ne çfarë jemi këtu, çfarë ka ardhur diaspora të gjithë njerëzit që kanë qenë pjesë e kësaj proteste nuk duhet të harrojmë. Që ajo që po bëjmë ne këtu nuk është vetëm për veten tonë, por është edhe për ne dhe për familjen tonë dhe për fëmijët tonë të ardhshëm. Të tyra që ndron binin. Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Përshëndetje gjithëve, unë jam emigrant i kthyer në Shqipëri të jetuar bashkë me dy fëmijë të mi. Dhe jetesa këtu si për mua dhe si për të gjithë është e njëjta dhe gjithë njësoj. Unë isha 2 vjeç kur në këtë shesh, në këtë vend, u bë protesta e parë për ndryshime politike. Unë isha 2 vjeç kur Sali Berisha erdhi në pushtet. Djali im sot është 10 vjeç. Sali Berisha do akoma pushtet. Unë isha 10 vjeç kur Edi Rama erdhi në pushtet. Edi Rama akoma sot kërkon pushtet pas 28 vitesh. Unë falenderoj çdo njërin prej jush këtu në këtë shesh. Falenderoj edhe ata që dolën në 35-36 vite më përpara. Askush nuk e mendonte në këto 35 vite se ne shqiptarët kemi treguar kulturë, kemi treguar qëndrueshmëri, kemi treguar se e duam të drejtën, se e duam lirinë, se e duam pallacinë, se e duam ligjin. Por, çfarë ndos me ne? A i me ndonë se është i zgjerur. Listen to me, you son of a bitch. Dili zgjerje, dili pastër, jashtë pushtetit. Ti e di kush ka votuar ty. Ti e di kush ka votuar qeveritë tënde dhe njerëzit që ti ke zgjedhur. Ti ke vrarë demokracinë, ti ke vrarë lirinë. Ti sillesh ti pronar në këtë shtet. Në këtë vend ti nuk je pronar i jetës time, i fëmijëve të mi, i shqiptarëve. Ti nuk do jesh kurrë qeveria jote. Edi Rama, unë jam përballur me gjobat e tua, por kjo nuk është personale. Kjo ka të bëjë me dinjitetin, me lirinë time, me lirinë e këtij populli që unë do të sjell 2 shembuj. Në 81 vite, që në 1945, në këtë Shqipëri, në këtë Europë, që çdo gjë matet,
që nga konventat e çdo lloj gjëje tjetër. Asnjë shtet në Europë nuk ka pasur 4 veta. 35 vjetë në Hoxha, 36 vjetë Sali Berisha, 28 vjetë po bën ty. Çfarë kërkon më nga ne? Çfarë kërkon më nga ky vend? Ke shitur, ke paçkitur në këtë shes. Unë vendit fjala se duam Shqipërinë si gjithë Europa. Duam arsimin si gjithë Europa. Ti e ke mbushur parlamentin me Iran, me kriminal. Masoni një vend të Edi Rama, një vend Sali Berisha, që në 80 vjetë të ka pasur 4 veta. Ne sot jemi për këte. Ne nuk duam me 4 veta në 80 vjetë. Ne duam ndryshim. Ne mund të bëjmë të gjithë. Ne e bëjmë më mirë se sa ju. Ata që ka ti. Ata që ka ti në partinë tënde dhe që nuk reagojnë pra se dhe i lojgje. S'kan dignitet, se s'kan liri, se nuk kanë merit, se nuk janë zgjedhur nga ne. Ja zgjedhur nga nisat tuaja të kambura. Prandaj, Shqipërisë, neve shqiptarëve, ne popullit kaq të vuajtur emigrant që jemi shkelur në rrugët e Europës. Kam edhe një qatë fundit. Nëse mbunesh se po bëhet Shqipëria, Shqipërinë e kemi bërë ne. Shqipërinë po bëjmë ne. Shqipërinë po bën çdo shqiptar që punon në Europë, në botë, që punon këtu, që investon, bën ato shtëpi, bën ato prona, ato biznese. Ju keni qenë pengesa. Ju jeni pengesa më e madhe për zhvillimin dhe demokracinë e këtij vendi. Ju jeni pengesa për lirinë e këtij vendi. Ne duam arsim cilësor. Ne duam shëndetësi cilësore. Dhe ne duam të drejta dhe lirinë të barabarta për të gjithë. Prandaj, Jepe Dorheqen tregoi burr se e di që je burracak, e tregove në fjalimin e parë. Ju falenderoj gjithë, Zoti e bekos, gjithë populli shqiptar kudo që janë, Zoti e ka bekuar këtë vend, ju jeni e ardhur dhe gjithçka. Ju falenderoj shumë gjithë. Edi Rama ka mbaru. Edi Rama ka mbaru. Dhe tani do ftoj një qytetar, shqiptar gjithmonë, i cili ka ardhur nga Florida i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ai është Vasil Sama. Me mbrëma të tillë. Unë zakonisht se vjen në Shqipëri në muajin gusht, fundi gusht zatorit. I kam qef ato frutat e mira kështu dhe prandaj vjen këto. Po si vjet duhet të vija me çdo kush në qershor. E kështu llogaritur ta mbyllja me punën e muajit i ka prap. Po ky nuk shkolet më valla çfarë bëhet shumë. Po nuk shkolet. Jo, nuk i di. Era ora ti ne. Papa. Termo bene por la che più Kot të premisë to. Kryeministër e të vinë, e nise nga pundi malit, nga reza atje. Unë nise si kallim Tirane, ju qepe malit të thepisur, të la, me suru që si, realite mundët pap, mundët maj. Na unë të them, relax, nuk e lodha akom, relax. Enjoy atë pemë të bukër atje, atë ajnë e pasër, atë ujnë e burimit, kam për asë që atë legët që e të. Jo pra të atë që të kuptoj, flasim me metaforë. Tashi, e vetëmja i keqë dhe premë, në qofë se ti nuk largohes, ku do shkosh? Në ti të largo pjesë, në omera, po, s'ka ti të kjerë. Tu në e ti, s'ka ku vendë tjetë. Bra, oke, s'ka ku vendë tjetë, këtu, Tashi, po temi diska tjetër, po flasme fjalë disa gjera që të më kuptoj njerëzit, dhe temi Rama ik, po do temi Rama pse duhet i iki. Tashi, në qoftë se këtu kemi, ja vetë venda si presin një bukë, po flasë mënyrë metaforike, presin një bukë. Buka do bëj thërime, nuk ka nga vete, thërime do i bëj buka. Po hasë thërime të marë buri dhe javë. Po të hanë bukë, të të marë bukë e së nga thërime, po le bukën të.
Pazërime më e trazi, qa për i kështu hova? A këto hafërime më sa bukër, e këto. Ta si të atet tjetër tjerë. E kërkoj spaku të Belinës, e ka Belina kjo, Belina, Belusja. Unë do ata për të dhe Linda. Linda, do ata për të dhe. Sa pokër që flet, ka 20 emër. Sigur e ka në gojë, sigur ha mjaltë të tjurën, sa mje që flet. Po turmë, po qojmë atje në spak, të dhe atje të bavhaqot me spakon, në qosa e që zonja të përkigjet, dhe të thotë që është ndershme, dhe vërtet ta vërtetoj që është ndershme, të shkojnë prapa atje ku ishte, të atje në parlament, të vejnë qeveri, të vejnë në parti, për to. Ose tjetra kjo Kacani, se ka kjo Aksi. Aksi se ka Kacani, Kacani, dhe kjo, në doli Rama ishë në Amerikë. Sa s'qan dhe aje, sa s'qaja unë. Më pini një lotë, në tha ishte me shpime gjerafa, mos thash, në mojmë qafash. Unë për akati, doja numër telefoni, doja numër kontakti, ti të bëjnë në 100 marka ndrejtë qvetës, e vëtan. Mi përsatori ashtu, pasu janë atori që i qene villa e në këtjela, e vëtan. Zoti Rama të pyesa si me që ti nuk të dërgjë për balë për të pribjesep e tyra. Pa ti të së dërgjë për balë, se ti, a i të pyet për malet, ti përgjigjes për fushat, në që se ti ullë më prapë për malet, a i të thotë ti për jashtë, dhe të garë si cire për jashtë. Këtë, ku është kjo të që, qa të rëvendjenë në kjo? Edhe fundit fare, ajo fjale që ka thënë, nuk e them do të smato, se unë vinë Amerika dhe fjala e shumë e rëndë, unë po them, kuptime se fjale ka shumë kuptime, po kuptime më të mire ka neti që një thjemi mbutë. E pranoj do të ne? Po tu të rrimë, po ta të rrimë, ku do të muti do t'jali tia, gosës tia, kjo e më të rrimë, që të qëtë komplet, shkot, këtu për libër, po në stort trasme jam për presë për fjali, nuk e di, i thash ca gjera, nuk e di jam të kuptuar, duhet me zokush të vazhdojnë, kene fund. E duhet të gjithë e shumë, e duhet të shumë e të gjithë të shkëqyre. Ne nuk jemi fakt, ne nuk jemi as hajvan është ajit, nuk jemi, hajvan nuk jemi në hajvan. Në qose ne jemi kuaj, aje është krye kali, asë ka thë vetës, ne jemi në këta. Në thë fascistë, po që është qenë fascistë, po që është qetë e këta këtu. Po që fascistë shumë të këshim botuar që është fascistë, në mi fascistë, që është qetë e nëshim, të qetë, në gjithë, pas jetë, baron për tjeku, pas rëka naset, ku ka, si turista, thonë. Turista të vinë se zbën këtu, se të mësojnë nga demokracia tonë, nga këtë popull me dëllusëm. Do në të gjithë e shumë e një sa për në një tjekë. Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen. Kjo protesta që në protesta e gjeneratës së dhe studentët kanë qenë një solë përfaqësuar dhe kanë përfaqësuar gjithë shoqërinë të protestë. Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur. Para disa orëve, ka marrë disa mesazhe dhe telefonata kërcënuese nga nuk e di kush, anonime. Besoj që të shumë tjerë, nuk e di vetë që ka marrë. Mesazhe kërcënuese për protestën time paqësore për këtë popull. Por unë sot nuk vi me mesazhe private. I bëj një mesazh publik. Ne këtu do qëndrojmë. Ne do protestojmë. Për të drejtat tona. Derisa kërkesat tona të plotësohen. Dorheqje! Dorheqje! Dorheqje!
Dhe diçka të fundit. Mesazhet pretendonin se ishin nga ambasada amerikane. Prandaj bëj një pyetje ndaj ambasadës. A kështu e trajtoni ju rinj shqiptare me kështënime, me intimidime? Kur. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Duke qenë se kryeministria tani më duhet trajtohet jo si kryeministri, po si skenë krimi, disa artistë qytetit kanë bërë edhe një instalacion aty, kuftojnë jo vetëm qytetarët që ta shohin skenën e krimit, po edhe organet e drejtësisë. Kështu që për edhe një herë profitojmë nga rasti t'i themi që hetoni Ramën! Hetoni Ramën! Përshëndetje Shqipëri! Jam një vajzë librane që ka marrë kursen në këtë protest nga diaspora. Kërkoj ndjes nëse nuk e flas mirë gjuhën shqipe, por pas jam rritur jashtë vendit edhe jetoj lart, zemra ime gjithmonë ka qenë këtu. Për arsye partish, mamin tim e hoqëm nga puna në arsim, edhe familja jonë u detyrua të iki lartë në emigrim. Sot jam këtu sepse dua një të ardhmen më të mirë për atë tim edhe për të rinjtë edhe brezat që do të vinë. Zëri ynë ka një rëndësi dhe së bashku të sillim ndryshimin. Revolucion! 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 Në fakt si kërcënimet që morën studentët, që janë bërë mod të koqë me numra privat njerëzit duke kërcënuar mos merr pjesë marrë, mos pjesë në protest, ka sa dush. Madje edhe policia shtetit ka hapë sa dush hetime penale ndaj aktivistëve dhe qytetarëve që kanë marrë pjesë në qytet. Fillimisht i themi edhe atij studentit që ishte, to janë kërcënime ordinere, nuk bën nga ambasada dhe as nga një institucion, por bën nga njerëz që duan na friksojnë, po, nga patronazhistët. Kështu që ne nuk friksohemi. Duam themi që mes nesh ka edhe avokat që na kanë ndihmuar falas dhe janë gatshëm të ndihmojnë falas secilin që e thënë një qeveri. Ndaj i bën thirrje që secili që është kërcënuar është marrë në hetime me radhë, vi telefonia sepse ka avokat falas që do e ndjekin çështën e tyre këmbës. E sigurisht kur themi avokat falas, nuk e kemi fjalën për avokatin e popullit, kjo dihet. Sa ai avokat është avokati i Ranës dhe i Berishës, nuk është avokati i popullit. Rama jepe dorëqen. Kur kemi thënë që kjo protest jo vetëm nuk i ka penguar turistët, por ka krijuar edhe diçka tjetër që është turizëm për protestën, kemi menduar se shaka,
Por jo! Një djadosh nga Gjermania ka ardhur këtu për protestën për ta mbështetur dhe për të mbajtur një fjalë se si ne kemi frymëzuar. Thank you so much for letting me speak, and apologies that I don't speak Albanian. I'm a tourist from Germany. I came here yesterday and I was wondering, should I go to Albania when there's so many protests? And I'm so happy I came. I love Albania. For all the people around the world thinking about coming to Albania, please come. It's safe, it's peaceful, it's magic. Come help us fight against corruption, against the oligarchy, and for nature. Albania is not for sale. Thank you. Përshëndetje të gjithëve. Unë kam qenë protestues që në lehtë, kam qenë protestues që nga dita e parë, që kjo është dalejme e parë në mikrofon, në këto kushte, në pak emocione. Unë po dalë për arsyene, sepse këto ditë unë dua të dënoj me zëtë me figurë lincimet publike dhe gjyqet publike që bën kryeministri, duke nxjerrë protestues në rrjetet sociale, duke i tallur, duke i përbaltur dhe duke i demotivuar. Në këtë mënyrë, duke dalë vetë, nëse do ai mund të më linçojë dhe mua, pavarësisht se s'besoj të ngjej gjë, dua të bëj thirrje të rinjve të bashkohen, dua të heq të dyshimi, mikrofoni që janë qësushë, mund të flasë kush të do, mikrofoni nuk është shqyrtuar nga askush. I bëj thirrje të rinjve të bashkohen, ai e ka pamur të linçojë 100.000 protestues, përndryshe do të ishte autogoli i tij. I bëj thirrje të rinjve të vinë, të maksimizohen, të flasin, sepse ne jemi në anën e dur të historisë. Dhe ne nuk duhet të lëmë këto linçime të tilla, të cilat janë paq të dushme, sa të rreqja zvarë protestuesit në Zvërnet. Që soli vitin e kësaj proteste. Ata duhet kuptojnë se sa më shumë jemi ne, aq më të friksuar janë. Edhe sa më shumë të jemi ne, aq më pak të rinj do ikin nga ky vend. Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve. Të falni për emocionet, është tjetër gjë që të shkallët jam të falni për emocionet, është tjetër gjë që të bësh fjalime nga shtëpia në mendjen tënde se çfarë do t'i thuash bashkëtarëve këtu dhe tjetër gjë të jesh këtu përballë jush. Në rast parë, unë dëshiroj të falenderoj rininë shqiptare. Unë isha në Itali, nuk isha në Shqipëri. Dhe në kohën që filluan protestat, më kërkuan që më pyetën në fakt, miqtë mi italian më thanë çfarë po ndodh në Shqipëri. Dhe unë kita super. Dhe më treguan një videon ku një bashkëpunëtar i yni tërhiqej nga rojet private të oligarkët atje në Zvërnet. Dhe fakt shumë turp më vjen edhe mua sepse e pash videon edhe thash, ja thash një perl tjetër thash, ja dheu ynë thash. Jeni mësuar në këtë gjëra tani më. Falem, unë do ulem se kam shumë emocione, nuk që do të shkallë, do bëni që do bëni. Dhe thash, jemi mësuar tash me këto gjëra, thash. Dhe ashtu i përgjumur, i përfjetur si qisha, se ne brezin ton 38 vjeçar ne quajmë brezi i djegur, dhe isha dorëzuar personalisht, isha në atë apatin time, në atë qetësim time, gjërat nuk më bënin përshtypje, derisa rinia shqiptare erdhi këtu në shesh dhe bëri të kuptoj. Dhe unë i falenderoj.
zemërsisht. I falenderoj për zemërsisht. Që mua më ngritën nga gjumi. Që mua më ngritën nga apatia. Që mua më ngritën nga mosveprimi. Që thanë, hej, kjo gjë nuk është okej. Që thanë, hej, kjo gjë nuk është normale. Që thanë, këtu ka njerëzillëk, këtu ka humanitet, këtu ka njerëz që kanë ende ndjenja, që u vinë se njëri tjetri, që u vinë se shqiptarët. Kjo unë për këtë i falenderoj. Unë kërkoj falje i prosisht që nuk kam mundur të jep këtë vitin e parë, si stashi sa jashtë Shqipërisë. U ktheva në Tiranë pastaj edhe Zola me miqtë e mi në darkë për të njën diçka, edhe menduar që u ktheva në Tiranë dhe gjithçka do vazhdonte, do ishte siç kishte qenë, domethënë kishte ndodhur. Dhe pastaj ulet janë aty po hanin dhe përballë me që kisha televizionin, që jepshin lajme, që jepshin imazhe dhe protestes. A thoni se arria të shkëmbeja një fjalë me miqtë e mi? Shihja vetëm ata ekran. Jo shihja juve, disa prej jush për siguri aty po i qëtë këtu. Dhe mendja ime ishte këtu. E kuptova që diçka e rëndësishme po ndodhte, një zhvillim i rëndësishëm po ndodhte. Dhe i thash miqve të mi, të cilat protestojnë për sigurisht bisede aty në tavolinë, siç ka ndodhur me gjithë shqiptarët në çdo tavolinë ditë e tanishme. Dhe i thash, a do shkojmë edhe ne? A do shkojmë edhe ne në protestin, thash. Dhe tham, po, do shkojmë dhe erdhëm. Dhe që nga ajo ditë, jam munduar me mishe me shpirt, të jenë këtu gati çdo ditë, ai sa fuqi fizike të mia më ka lejuar, kam qenë këtu dhe do të jenë me ju. Unë nuk e di se si kryeministri i vendit mund dalë dhe të thotë flamingove uran puta. O zoti kryeministër, a është kjo gjuha e një lideri shteti? A është kjo gjuha e kryesuesit, e parit të vendit, e të parit të kuvendit? A është kjo gjuha që përdoret? A është kjo gjuha që përdoret ndaj njerëzve që duan ndryshim? A është kjo gjuha që përdoret ndaj rinisë shqiptare? Ai nuk i ka parë, por unë kam qenë këtu në shesh me rinisë shqiptare. I kam parë për ditë. I kam parë për ditë dhe janë, zoti kryeministër, ju a themu se ju s'keni ardhur se jeni verbëruar nga pushteti dhe nga hajdutëria dhe nga babësia, por janë të mrekullueshëm, zoti kryeministër. Rinia e këtij vendi është e bukur, zoti kryeministër. Është e bukur jo vetëm brenda, është e bukur jo vetëm jashtë, por është e bukur brenda, shumë e bukur brenda, sepse ringjalli shpresën tek unë, sepse në këto 14 ditë shpresa te unë rilindi dhe unë rizjova dhe erdha këtu dhe fillova të mësoj. 14 ditë për mua, 23 ditë për gjithë ata që ishin kundërtar, më shumë se unë, ose ishin pranishëm në Shqipëri dhe erdhën dhe protestuan. 14 ditë për mua. Zotë kryeministri, zotë Rama i pëlqen të krahasohet me Ismail Qemalin, i pëlqen të krahasohet me figurat të tjera historike të Shqipërisë, por desha t'i them që ai nuk ka asgjë të bashkët me Ismail Qemalin me figurat historike. E rren mendja kur shihet të pasqyrë dhe identifikohet me ta, sepse nëse mendon se i ka bërë krenar, po i them këtu dhe besoj ja themi gjithë ne që Ismail Qemali, Gjergj Kastrioti gjithë me radhë, sot në varë atje ku janë përdriven nga maskarallëzit. Përshëndetje të gjithë. Jam brëma Piti Shqipës. Ju falenderoj nga zemra të gjithë ata persona që kanë ardhur nga diaspora dhe nga vendet e Europës. Jam këtu për të përfshirë të gjithë personat si ndryshme. Ju siç e shikoni, këtu në Shqipëri është një korrupsion i vërtetë.
është një korupcion i dukshëm. Duhet të them që nis nga shëndetësia, nis edhe nga çmimet të cilët për një person që është në karrierë mbrota është e papërgatitur. Jam për të disa të njerë tu në protest, por më kërkoj shumë pjesë e pa mundësit e mia fizike, por që e këtu me ju në gjithë orët e natës, më falni se kam shumë emocione. Jam këtu edhe njërë për të falenderuar të gjithë ata prindër, të cilët ka një person më si ndryshe këtu, por edhe në shtëpitë e tyre të cilët kanë vjetë. Flas në emrin e prindërve të mi, edhe të gjithë atyre prindërve që kanë patur të pamundur për të dhënë persona që i kanë me nevojë, për të dhënë në krevatit e tyre. Janë me ju këtu. Janë pranë jush, kanë prindrit e mi, të cilët i ndjekin çdo ditë, çdo natë, në orët e tëra. Dua t'i them kryeministrit, të jesh i nderuar që të largohesh vetë, të tregosh veten, në këto vite që ke pushtuar të vërë, që ke nisur një korupcion që edhe nga mosha 3 vjeç e lartë të kuptojnë si çfarë. Çfarë të presim më shumë në këtë? Çfarë të presim? Si nuk të vjen tur? A e dini se janë njerëzit me lista, po marrin ushqime me listë, po marrin ilaçe të cilët nuk i vinë në ndihmë as kujt. A i dini se medikamentet për persona më si ndryshe nuk kanë rimbursim. A i dini se një karike me rota kushton më shumë se 1.000 euro. A i dini se personat më si ndryshe e kanë të pamundur për të arritur në shërbimet e tyre të cilët kanë të përfshirë një kujdestar i cili me 130 lekë vjetra çfarë mund të bëjë ai kujdestar. Duhet vëllezëri tanë këtu, duhet metrat këtu, ju lutem mos ta lini vetëm, mos u dërzoni nga kjo pushtërsi. Kam shumë për të thënë, por edhe njëherë dua të ngrej një përshëndetje për uniformat blu, të cilat nuk kërkova një ndihmë në shenjë respekti për të ngjitur të shkallë, për të parë vendin tim të futur, por më kthyen në policia kryet. Më vjen shumë keq. Më kanë në kupton. Unë me kuptoj se janë vëllezëri tanë, o prindër, o motrash. Por ata duhet ta kuptojnë shumë mirë që ne jemi ata që e mbajnë Shqipërinë. Ju përshëndes të gjithëve. Është korupcioni. Faleminderit, ne ju jemi fundit të gjithëve. Faleminderit. Ju jemi fundit! Ju erdhi fundit! Sot dua të flas për një nga figurat më të mëdha të kombit shqiptar, një ndërtosh dhe çerçis popullit. Siç i themi në Proskëri, Çeçoja lindi në Gjirokastër dhe ra heroikisht në Shkodër. Ndërsa ky anti-shqiptari këtu ka disa ditë që po mundohet na përçaj në shqiptar, kosovar dhe tetovar. Përveç veprës
dhe luftës heroike, trashëgimisë që na la Çerçistopulli, nga dhe një shprehje legjendare, që nga dita që jam ler, as jam shitur, as jam ler. Ndërsa unë, që si kam bërë ende të 30-ta, që nga dita që jam ler, nuk kam parë anti-shqiptar më të madh se Edi Rama. Dhe kjo jo sepse kështu dua unë, jo sepse kështu them unë, po sepse fatet janë kokforte për këtë anti-shqiptar. Kujtojmë vitin 2018, se ky nuk e ka as me Arbenin, as me Dritanin. Ky e ka me çdo kënd që nuk i shkon për shtat planeve të tij, pasi ky 4 ciprisht është i vërtetuar që është dhënës i Vučićit në Tiranë. 2018 e sulmoi brutalisht ish-kryeministrin e Kosovës, generalin e ushtrisë liritare Kosovës, Ramush Haradinaj, vetëm sepse ai nuk pranoi të bëjë pjesë e tryezave diskutimeve me Vučićin për ndarë Kosovën. Kemi pasur një lider në Kosovë që ja dëgjoi fjalën ti dhe fatkeqësisht për ne shqiptarët sot është në hak, edhe po mbahet padrejtësisht sepse dëgjoj këtë anti-shqiptar që loboi fort për gjykatën speciale. Ai keni vënë re se ditët e para na injoroi, pastaj filloi Natalli, ndërkohë që tani ka 3 ditë që është tërbuar. Si duket, e ka lakun fyt, po e ndjen presionin dhe do të na përçaj. Kështu që ne duhet të rezistojmë. Është momenti që duhet të rrimë më të bashkuar se kur, mos të vjen për e provokimeve, e përçarjeve. Ka filluar të kërkoj qindrore në kashtë, po merret me secilin prej nesh. Po merret me priftërin, me hoxhallar, me njerëz që kanë derdhur gjak për të vënë vetëm e vetëm që të na përçaj. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Shpesher të gjoj Shëtire Rama i. Për mendimin tim ka mbaruar koha, nuk ka më Rama i. Ja kemi dhënë kohën gjithë të vite, kemi thënë një krik, nuk ka pranuar, kështu që vendi këtij tani është vetëm burgu. Rama në burg, Berisha në burg. 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 Dhe së fundi dua ti kujtoj këti anti-shqiptarit më të madh që unë kam njohur që kur jam ner, se kemi hyrë në javën e çamërisë. Ky kryeministër anti-shqiptar nuk guxon të votoj në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë rezolutën që denoncon genocidin serb në Kosovë. Po ky nuk guxon as t'i kërkoj Greqisë të shfuqizoj ligjin që jo ka konfiskuar pronat shqiptarëve që nga lufta e dytë botërore. Ky është një turp i madh dhe këtë vit, ndoshta rastësisht data 27 qershor, që është edhe dita përkujtimore e genocidit grek ndaj çamërisë, është data 27. Dita e shtunë, që ju ftoj gjithve në mënyrë sa më masive për të gjitha kërkesat që i kemi ngritur dje, sepse ai dje pas në artillerinë e rëndë të patronazhistave, unë përpoj të shpërndaj nga ta shpërshëndroj nga kërkesat tona. Kështu që kërkesat janë të qarta, anti-shqiptari Edi Rama të merret me kërkesat, ta lëri gjinpërën në kashtë dhe Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve.
Kështu që për gjithë këto arsye duhet vazhdojmë të rezistojmë dhe datë 27 ditën e shtunë duhet të japim një goditje fatale këtij kryeministri anti-shqiptar. Rama mbul Berisha mbul! Rama mbul Berisha mbul! Nuk e di sa për ju që parë që kam publikuar disa lista patronazhistësh. Janë të meruar! Nuk të ndalun telefoni çdo ditë, të lutem mos më nxjerr, të lutem mos më nxjerr. Imagjinoni kemi nxjerr vetëm 20 veta, janë dhe 9280. Po më e çuditshme është që pas kanë qenë patronazhistat më të mëdhenj oligarkët. Ata kanë qenë parë që më kanë telefonuar. Na vjedhin dhe na patronazhojnë. Ju lutem çdo kujt që bën marshime dhe dihet intimiduar nga videot, filmojni çdo civil që t'i publikojnë me emër, me foto dhe me video. Futuni në faqen shqipëria.com dhe na dërgoni çdo video dhe na dërgoni çdo intimidim që ju bëhet. Mos harroni edhe diçka. Ju lutem bëni report Facebookun, Instagramin e këtij kryeministrit korruptuar dhe atij kokcepsit Taulan Balla. Çdo video civilin që do filmojmë do e postojmë. E keni të kohë me presione. Rama mbul Berisha mbul! Modra dhe vlezër, sot desha me shpreh shqetësim që kanë shumë nga protestuesit. Edhe me drejtë. Shumë për tyre, dhe se unë jam shërbëtor roje ke hyrja, më pyesin, o vlla, qa po ndodh? Po protestojmë nga 23 ditë. Për momentin do në i kalkulim thjesht. 10.000, 20.000, 100.000 veta me naftë me kështu, dhe ndonë diku ke 30 milion euro kosto. E u bone qi konfuz. Ne jemi veni varfër. Sa ditë më shty kjo protesta jonë? Me halë e gjithë, se dje që jenë halë e gjithë. Aty më lindi një pyetje thash, o vlla, këto ambasador të Europës, ky Silvio Gonzato, vjen na jep kapituj, kushte, plotësoni këtë, boni atë. Po pse s'na ndihmon ky komisioneri ambasadori europian? Të vëm një kryeministër europian një herë këtu. Zoti ambasador Silvio Gonzato, Shqipëria ka pas lidhje të hershme me Italinë, siç e dini dhe ju. Zoti kryeministër për pak kohë u shpreh, quando Italia chiama, noi ci stiamo. E sigurisht që pas fjalë për popullin, jo për Edi Ramën, si hynë fungurit. Tani ky popull shqiptar që përgjigjet ku ka Italia nevojë. Po ku është një parlament evropian ku ne kemi nevojë? Kemi nevojë për shpe. Kemi nevojë sepse kemi zëvend kryeministri, sot deputet, duke vjedhur vota në mes të ditës me kamera, me media. Shirë ju në braçe. Kemi nevojë për prononcimin e Silvio Gonzatos, sepse kemi arrit kapin duke vjedhur Belinda Ballukun me pras. Edhe ne si popull e bëm detyrën, edhe në fund e spaku. Për spaku kërkoj urdhër arrest. Dhe Silvio Gonzato me burokracia politike e tjerë, kryeministri e që t'i zgjidhen tha nuk ja hesh imunitetin. Tani më falni, apo luni me ne, po na ofendoni inteligjencën, po na ofendoni rasën, që boni me ne nuk të theme, o. Për protestuesve e mi, modra vlezër, zemrat e mia, unë ju them këtë. Shqipëria ja ka dalë dhe do ja dalë. Dhe si shtoti shpreja vjetër shqiptare, i Zoti e nxjerr gomari nga balta.
Modra me vlezër, ne dhe nxjerrim vetë Shqipëri nga Malta! Ju lutem, mos u ndërzoni. Europa, Amerika di që ne një popull gjak në zerë. Ju siguroj që s'ka analizë e nuk ka kritik që s'na zhuro. Si kemi arrit një përmbajtë, si kemi arrit. I falenderim të zjarë, edhe jam dakord, besoj jam dakord me gjithë ju. Falenderim shqiptarët e Edi Ramës që na ushqin me karburant. E mësojmë ka që kesi Edi Ramës, bëjmë budallik mas budalliku dhe të gjallë urretje dhe neveritje. Falenderim shqiptarët e Edi Ramës. Roman dur Berisha dur! Roman dur Berisha dur! Edi Rama, Artut! Një mbrëma, falënderime, respekt dhe dashuri për ju njerëz që jeni këtu. Të gjithë modrat e vlezër, të gjithë ju të rinj, të gjithë ju prindër, të gjithë ju foshja që keni ardhur për të protestuar patërfoshje që do lindi nesër dhe ka 25 milion euro në kurizin e tij se shteti shqiptar kushtu e ka katëllishur këtë vend. Më falni që e fillova me foshjet në këtë mënyrë sepse ata duhet të gëzojnë. Ata duhet të jenë në paqe dhe lojrave dhe nuk duhet të jenë këtu për të kërkuar të drejtën e prindërve të tyre. Fëmijët janë e ardhmja jonë dhe atyre ju ka rënë kjo përgjegjësi kaq e madhe dhe kaq të vegjël. Dhe kjo është motivi i kësaj proteste 23 ditë. Ky është motivi fëmijët tanë që janë në protestë, që nuk kanë ndodhur në asnjë vend të botës. Ka përgjegjësi morale para jush njerëz dhe përgjegjësi ligjore përpara shtetit shqiptar për ato që po them këtu. Me gjithë respektin e madh që kam për popullin shqiptar dhe për shtetin shqiptar. Kush jam unë? Unë jam një pik loti, një pik gjaku, një pik tjerse e mira shqiptarve. Unë jam nga Shqipëria, jam nga Vlora, jam nga Ducati. Unë jam pjesa e diasporës për 33 vite. Unë jam në protest bashkë me të gjithë ne shqiptarët diasporës në protest kundër këtij sistemi 35 vjeçar dhe prandaj jemi larguar sepse jemi në protest dhe kur nuk e kemi votuar këtë sistem 35 vjeçar. Dhe ta dini që jashtë kufijve të Shqipërisë nuk janë këto statistika që thuhen si çdo gënjeshtër tjetër, po është më shumë se 2/3 e popullsisë të Shqipërisë. Kush jam unë? Unë jam ajo vajzë 20 vjeçare e vitit 19 që u gënjeva nga ndryshimi sistemi. Unë jam ajo vajza 20 vjeçare që mora rrugët e Kurpetit me halle dhe me të rënda dhe me përgjegjësira shumë të mëdha dhe kokën mbrapa për të ushqyer dhe për të ndihmuar për të ndarë bukën e gojës që unë me zgjidhje e nxirrja në vendin e huaj për prindrit e mi, për njerëzit që kishte këtu në Shqipëri, pasi ata ngelen në mes të katër rrugëve, pasi u prish çdo punë, çdo djesht e prindërve tanë 46 vjet duke shkatruar çdo fabrik, çdo uzinë, çdo kombinat, thjesht në fundën mundin dëshirat e njerëzve që kishin ndërtuar këto vepra të mëdha. Unë jam një nga ata njerëzit që u gënjeva nga ligji 7501, që u mashtrova nga ligji 7501. Unë jam një nga ata njerëzit që u zura me vllajën, që u zura me motrën, që nuk flas sot, sepse na ngatroi ligji 7501. Unë jam unë jam në lutë kundër këtij sistemi 35 vjeçar, jam me vite, më fal. Kam një familje ndime, fëmijët e tij dhe jam 23 ditë. Kujdesi me telefonin, që ma kanë mbyllur një telefon aty te sheshi Skënderbej,
se po kisha po të njëjtat fjalë para një viti. Unë jam ajo që u gënjeva dhe nuk mu dha prona ime, nuk mu dha prona e të parve të mi, toka ime mëm. Unë jam ajo vajza, të lutem, nuk ka rada është e të gjithë prej. Unë jam ajo vajza, ajo gruaja, ajo nëna, që u tregtona rrugëve të botës, e lekët e turpit të femrës shqiptare, jo në kjo qeverit e në 5 vjeçare ta drejtues këtu. Unë jam ajo nëna, ajo vajza, ajo gruaja, që qava vlajnë, që qava burin, që qava kushëririn, e dini pse, sepse ata u morën me drogë, dhe unë jam ai djale që vesha nënën e shokut me të zeza, që vesha nënën time me të zeza, edhe lekët e drogës i morën këta, i kjo qeverit prirë dhe këtare. Edhe dini si ku fundoj historia ime dhe shokut tim, nga mendjet e kësaj qeverit 35 vjeçare, larje e sapesh. Ki ishte fundi i historisë time, 20 vjeçarit. Unë jam ai trafikant i madh i drogës. Jam partneri i kësaj qeverie 35 vjeçar, që trafikoj vdekjen, dhe disi më quajnë edjet mua shqiptare këtu, posti drogës, posti vdekjes. Kjo është kjo qeveri, 35 vjeçare. I kërkojmë ndjenë çdo qytetari, por na duhet ta mbajmë sa më shkurt, sepse njerëzit presin radhën dhe pas duan bashkojnë. Mirë mbrëma, vëllezër motra shqiptarë kudo që nuk. Jam Sami Pitiçi nga Afër. Me 90 orë 90, deri në 1990, isha të themeluar 90 orë 90, vetëm të largona për ndryshimin e sistemit komunist. Sot mas 36 vjeç, e po imagjinoshmi që t'jem unë prapë me fort për këtë fjalë. Tani, jam këtu për arsye se Edi Rama do t'i japë Shqipërisë tyren që ka vetë. Ne nuk du t'a lejmë kurrë e kurrë. E mbyllin Shqipërinë hashash e ndrogë, sot më shumë vlerë ka një kriminal se një akademik. Kriminali Hajduti ka vlerë më shumë se akademiku. Kurrë e kurrë nuk do t'lejohet. Dha memorandumin e pyjeve. Jashtu kafsht janë shkolla. Nuk ka shkolla, nuk ka kalamaj, edhe ato kalamaj janë për shkolla në fshatra, janë përshatimis të jashtë, katastrofë. Rinia ka i, rinisja ka shpërsu lehën, monedhën, jo ka shpërsu mundën e djesën, ka ngell plak dhe plak, plakë dhe plaka ka ngell pas minë, pra e të ardhmen e ka shtatru. Tani, Edi Rama ka hedhë Shqipërinë shitje, nuk do të lejmë kurrë në kurrës, nuk është punë vetja.
Shqipëria është e gjithë shqiptarëve. Kurrë nuk do ta lejojmë Edi Ramën. Pashatit shatat, jetë paket manesh, paket amaneve, kurrë nuk do të përnohet. As Petrucci, natër mirë, qoftë shatë mirë. Rome,